Brisht të brendshme, funksionalitetit partive, mos ishin kohë ndërkombëtar shumë raste ky vet kish ku shumë më poshtë. Në kaluar, tash do të Tash kena kalu çato. Tash ka ardhur i gjithë dishni, ka zbrit pi atje, nalt edhe në rregull është. U kry kërkoj falje. Ç'është? Jo, kërkoj falje ç'është. Ç'është. Jo, ja ke vish pelinat, ja ke vish pantullat. Tash I ka bë 5 vjet, tash s'ka nevojë më vesh, tash po do pse? Argumentin e gjunë e pampesave. Argumentet në analizë politike, po të ashtë sinqerisht, zoti Sadiku. Koncepti I shtetit nuk është punimi me të ofenduar. A ti po ndihesh jo ofenduar? Unë sidomos. Po, a kishte diçka me ty? Në analizë politike më fol për fëmijë, për pampesha, domethënë Nina inteligjencën tame jo shumë të noltë. Me sa to e pe marr, po ma fyll. A kishte me ty? M'fal, s'është me ty. Se kishte shteti lumë me kilekë. Cili njëri që çfarë më ofendoheni diçka sot? Shumë që keni të ofenduar. Me ato çka e tha Fidoni edhe me çka tha Drenori, domethënë kjo çka po tha Drenori s'ka lidhje me qatë demokracinë që po përmend. Kjo ka të bëjë me një farë kulture të përgjithshme të kësaj shoqënie, që kur vjen në kuadër demokracisë së Kosovës. Po jo te çata çka po pretendon kë. Pse? Hajde më një argument pse? Po ndërsa çu shmotet konsolidimi I demokracisë në vend. Po mblen edhe unë tash ta kry konceptin. Po kur të çet këtë për tokë, po një argument pa në një detale pa argument. Lem bret gaboj në Mustanin. Lem gaboj Mustanin. Lem unë të them gdallash. A jemi në rregull? Çaq. Dhe më dhënë që kjo kulturë, si nxedhje, si pranim rezultateve, mos u çu nga debati. Mustanin, se Gjaxhi e ka kryer atë punë për neve më. Dhe më dhënë, krejt që to janë pjesë të demokracisë, po kjo nuk ta tregon ty që po funksionon shteti në çet zallamahin që jemi tash 8 muaj. Kjo të kallëzon një mungesë kulturës politikës që e bën që shtet. Polikanëve, cilët një element që mu po mdoket nuk e di e ke thonë më herët, po e the këtu pak më herët, nuk e di e ke thonë më herët, the nuk po muj me ka përdi rezultatin. Më falë vish një pyetje kam për ty. Sa përqen I ka vetë vendosja? Sa deputet I ka? A nuk e dina? Jo, po du më tregu te. Sa I ka? Po zoti profesor I ka 42.3 dhe I ka 48 deputet. Bravo. Bravo, s'na të lumë. Që ja prit se tani mu janë me cip e jore si Fidoni. Jo, Sa vota I duhen në vendosjes me kalu qeverin, zoti Drenori. Po, I vyn 61 dhe pe Jupiteri Sunil Shah do të më marr pesh atyre. Po, edhe a e kanë obligim ata tjerët me ja votu, atëherë çysh po mush me votu, po muj me ka përdi rezultatin. Po do të jam alternativë, le të bëjmë opozitë. S'dojnë. Këto s'du se du me bloku. Jo më raj, po quat, po thotë unë s'kam shumicë në rregull.